Një shpërtim po dyshohet se ka ndodhur në oborin e qendrës klinike dhe universitare të Kosovës mëngjesin e satëm. Shpërtimi dyshohet se ka ndodhur në veturën e ushtruesit të detyrës së drejtorit të ÇKK-s Osman Hajdari, vetur kjo e cila ishte e parkuar në momentin e shpërtimit. Policia e Kosovës ka konfirmuar rastin dhe aktualisht ka ndalë në vendin e ngjarjes. Në vendin e ngjarjes gjithashtu është të parë edhe një siti antibom. Aktualisht nuk po raportohet për të rënduar, por vetëm për dëme materiale.